Dhe shpeshherë ne Landi nuk shkëputemi dot nga kompleksi. Vinte ajo që quhet konflikt, por që zoti Trump e tha që unë e shmanga midis Kosovës dhe Serbisë, ke qenë ambasador në Prishtinë. Në çfarë momenti është Kosova sot? Se kur thonë Kosova është një hap përpara Shqipërisë në drejtim të zgjedhjeve, mua vjen për të qeshur. Jo, mos qesh, do të themi të vërtetën që kur voton populli, janë model. Kur i merr dorë pastaj institucionet për ta menaxhuar atë votën, e bëjnë katastrofë, më ke se ne. Kështu që në një farë mënyre jo për pjesë kështu, jo xhelozie, se kjo nuk ja vlen për xhelozi, po 32 mos gaboj, jo 32 seanca? 32. Po kush po i numëron thuaj? Çfarë vlerë ka? Tani ja 42. Ja 52. Edhe 132. Shiko, është krijuar precedenti që mund të shkohet edhe në 332. Sepse si thaj, 33 trekungull tha nuk i mbet. 33 tha, 333 mund të mbash. Tani të gjithë po lexojnë zgjedhjet lokale. Domethënë gara është për pushtetin lokal. Vetvendosja kërkon të rimarrë disa bashki, Lidhja Demokratike kërkon të mbajë ato që ka, PDK-ja po ashtu, pra në një farë mënyrë interesi personal. Interesi është për zgjedhjet lokale dhe është për të ardhur keq kur shikon se në çfarë sfidash është Kosova. Po pra, po, kjo është. Dhe nuk mblidhen për të diskutuar për të thënë dëgjoj, do ta lëm një herë punën e pushtetit anash. Sepse Kosova dhe politikanët e Kosovës kanë treguar që dinë dhe të bashkohen, të kenë edhe seriozitet. Pse nuk e bëjnë këtë gjë? Shiko, më vi keq, po zoti Kurti që ka pushtetin më të madh dhe është një politikan i ditur, nuk është një njeri i paditur, është intelektual i formuar. Por fat keq ende nuk është shkëputur nga disa komplekse lidhur me rëndësinë e pushtetit. Pra nuk të kalojnë vetëm për të pa shtetin, për shohin ende pushtetin. Pra nuk ka njerëz që bëjnë një hap mbrapa për hir të kombit. Shiko, më gjen një politikan që për hir të interesave kombëtare ose për interesave të partisë vetë, ku di unë, thot unë do të tërhiqem, sepse në fundit Shqipëria ose Kosova nuk mbahet vetëm me. Po, është tërhequr, sigurisht është tërhequr dhe tha, jo, thënë lapidar. Ne japim pushtet tha për të bërë shtet. Pikërisht, po kjo duhet. Ky duhet të ishte modeli që duhet të thishte këtu dhe atje. E në Kosovë, shiko tani, ç'a ndodh. Çfarë rrezikojmë tani për Kosovën? Nuk është se rrezikojnë një gjë të madhe, po çfarë mund të fitonte Kosova nga konflikti? Askush nuk e shtrok këtë pyetje. Se a mund të fitonte Kosova nga konflikti? Po sigurisht që po. Çfarë? Sepse do shkojnë në bisedime Trump dhe Putin, ose po bëjnë bisedime për çështjen e Ukrainës, i kërkon ai Krimen. Juve ju kujtohet që Putin thoshte, më njihni Krimen, unë do njoh Kosovën. Askush nuk e përdor këtë për t'ja hedhë këtë patate në tryez, për t'i thënë dikush... Mund të ndodhë kjo çiku? Për t'i thënë presidentit Trump që urdhëro mund t'ja thuash këtë që vete ka... Mund të ndodhë kjo? Po duhet të luftonim, ne duhet të luftojmë në të gjitha frontet. Do me thënë, në qoftë se qëndrohet te kjo devizë që tha Putin që më një Krimen që unë të njoh Kosovën, zgjidhej. Futunin nëpër arkiva e ka thënë vetë Putin. Pra, tani, mu më vje keq që nuk ka njerëz që mbajnë shënim këtë gjë dhe për ta përdorur për të mirën tonë. Ore, në fund të fundit, neve na vje keq për çfarë ndodh në Ukrainë, apo çfarë ka ndodhur në Krimea, apo çfarë po ndodh në lindjen e mesme kështu me radhë. Por, kur e fjala jon, është interesi ynë kombëtar, është Kosova. Çfarë po bëjmë ne për këtë gjë? Se ne bëjmë sikur kemi akoma atë mentalitetin bolshevik gati që dukemi si kujdestar të botës. Ne nuk jemi kujdestar të botës. Ne nëse arrim të kujdesemi për këto punë tona, do të ishim shumë të mirë, sepse janë edhe shumë shtete më të fuqishme se ne, që po e lexojnë me shumë vëmendje këtë zhvendosje të aksit të paqes, të stabilitetit apo të gjeostrategjisë, po e shikojnë me shumë vëmendje, duan të dinë ku jemi. Vetëm ne themi, mos ka si problem, ne jemi të parat, se kështu kemi qenë gjithmonë. Ne edhe pastaj në fund fare i kemi hyrë një vagonit fundit çfarë do qoftë. Nuk duhet të jetë kështu, sepse sot të rinjt edhe gjithë brezat janë më të informuar, janë më pak të kompleksuar nga e kaluara, nga varfëria, nga diktaturat e kështu me radhë. Pra ne do të jemi të hapur për të biseduar edhe me miqt. Pyetje e drejt për drejt. Philip Ricker, nga diplomatët më të shquar amerikan, besoj ju keni dhe jo thjesht njohje, po besoj e kam mik. E ke mik? Po. Ai po na lën balt, ai tha s'ka më interesa si dikur Amerika në Ballkan.
Shiko, Philip Riker është një nga diplomatët amerikanë më, themi, se fjalën pro-shqiptare përdorim shumë, por është një nga njohësit më të mirë të realitetit shqiptar. Ka qenë, është i pari diplomat që ka hyrë dhe në Kosovë me Holbrooke, ka shoqëruar Richard Holbrooke me UÇK-n. Me UÇK-n. Ka dhënë një kontribut shumë të madh për shqiptarët në Maqedoni. Mund të them se me Philip Riker kemi realizuar dhe pajtimin e vështirë me Thaqit edhe Ahmetit në Maqedoni. Mendu Thaqit. Po, mendu Thaqit. Natyrisht, unë i kam udhëhequr në themi atë aksionin, por Philip Riker ka qenë mbështetësi kryesor në pas me. Çfarë përshtypje ke për Philip Riker? Përshtypje shumë më të mira. Absolutisht është një mik i Shqipërisë, madje edhe kur ka ardhur në Shqipëri që ka bërë ato deklaratat e vështira për Partinë Demokratike, privatisht më ka shprehur brengën për situatën, për vetë, edhe për ish-kryeministin, të cilit i vlerëson punën, kontributin, por në fund fundit ishte në pozicion që duhet të jepte këto qëndrimet që ka dhënë. Pra prit tani, se nuk mund të kalojnë kështu diplomatikisht këto Beni, se ti ke qenë dhe gazetar. Do të ti ke pasur kontakte me Philip Riker në momentin kur shpalli Amerika non grata zotin Berisha. Kemi pirë një kafe pas takimeve zyrtare, një kafe private. Pishin kafe me një te cepi atje, nuk është një gjë, po të pish kafe me Philip Riker, nuk është një, kjo është ngjarje. Dhe çfarë ju tha i konkretisht për vendimin, ishte marrë vendimin për non grata? Shiko, them një gjë, përveç Philip Riker kam edhe shumë miq të tjerë. Nuk e diskutoj këto, unë prandaj të kam ftuar ty këtu. Por në rastin konkret, sigurisht që si ish koleg që kemi qenë në Maqedoni, jemi konsultuar, kemi pi kafe dhe kemi biseduar jo vetëm për çështjen e PD-s, në cilën unë nuk është se kam ndonjë ndikim, ndonjë rol, por kemi biseduar edhe për Kosovën, për Maqedoninë, edhe për zhvillimet në tërësi. Sepse në atë moment ai ka patur... Intervista ime mos të bëj shumë diplomat, të lutem. Jo. Se të njoh mirë dhe më njeh mirë. Të lutem, më rri këtu me frenadora këtu tani, të lutem tani. Se po na ndjekin andej dhe kemi dhe ca këtu në studio. Patjetër. Kemi publik këtu që mund të duat rokase. Tani, me Philip Riker, të mbaroj mirë këtë punë e Kosovës. Po, dakor. Kur e dëgjove deklaratën që ne nuk kemi të njëjtat interesa, çfarë do të thënë ka kjo? Tani unë kam biseduar me të edhe në Washington këtë vit kur isha me Riker, kam biseduar edhe me disa personalitetet tjera që edhe janë edhe nuk janë në Departament Shtetit. Dhe shqetësimi për ne, shqetësimi miqësor është se për shkak të një strategjie të re që kanë Shtetet e Bashkuara për rolin që do luajë në botë, por edhe në Europë, edhe në Ballkan, shqiptarët do të përgatiten të kenë qëndrimet e tyre të qarta dhe nuk është më koha që ne të marrim për falas gjë, ose jo në kuptimin për falas, se kemi paguar në gjë, po nuk duhet të presim gjithmonë. Do të thënë Amerika nuk është më kujdestar. Sepse, po të shikon, këtu nuk ka asgjë për të habitur, sepse vetë raportet e Shteteve të Bashkuara me Europën kanë ndryshuar shumë. Kurse ne, domethënë, nuk është se jemi ndonjë faktor i jashtëzakonshëm pa cilin nuk bëhet. Ne jemi pjesë e Europës dhe vetë themi. Dhe shumë mirë që Shtetet e Bashkuara nuk na shohin as si problem tek i cili duhet ndërhyjnë për të bërë një zgjedhje, por nuk është se edhe jemi popull i zgjedhur. Nuk kemi popull i zgjedhur? Po nuk kemi, sepse isha një konferencë me këto historianët tanë që kujtuan 100 vjetorin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara, nga të cilat 40 ishin minus, po e trajtonin si, i tha shiko, para se të kishim ne marrëdhënie të ngushta me Shtetet e Bashkuara, mos harroni se i kishte Greqia, i kishte Jugosllavia, i kishin të tjerët. Prandaj ne do të ulemi të bëhemi realistë, të flasim me këmbë në tokë. Pra, do të shohim se ku jemi në raport me të tjerët. Jo ku duam të jemi ne. Se ne mund të duam që të përdit flasim me presidentin Trump, ta pyesim çfarë bëre, por ne nuk jemi askund këtu. Ne duhet ulemi me këmbë tokë. A mund të zgjidhet ajo që kemi me Serbinë? Kurse ajo e deklarata për luftë, që ndaloi luftë, është pak e tepruar. E Trumpit e ka fjalën. Po, është pak e tepruar sepse nuk ka ndodhur ashtu. Nuk ishim në kushte. Unë ndalova një konflikt thaj. Unë shmanga një konflikt. Shiko, tani presidenti Trump ju e dini i përdor këto situata. Ka inflacion thotë ti?
Te këto deklarata. Në këtë rast, shiko, nuk është se edhe zhvillimet e mëvonshme, nuk është se nuk jemi në praktikë një konflikti. Nuk jemi? Nuk jemi. Në Serbinë? Nuk besoj. Jo, atëherë po ta riformuloj pyetjen. Kjo indiferencë e SBA-s ndaj shqiptarëve të Kosovës, ndaj Kosovës, mund të rrisë kërcënimin dhe konfliktin e Serbisë që ta motivojë Serbinë që të kalojë në një ofensivë politike dhe diplomatike ndaj Kosovës? Shiko, Shtetet e Bashkuara asnjëherë s'kanë bërë hap mbrapa. E kanë njohur Kosovën si një shtet i pavarur dhe bashkëpunojnë me të. Rreziku më i madh Kosovës nuk i vjen nga jashtë, i vjen nga brenda. Dhe ajo që po ndodh në Kosovë është dobësimi i institucioneve të Kosovës, është dobësimi i ekonomisë së Kosovës dhe po e bën Kosovën një shtet qesharak në sytë e botës qesharak, po sigurisht, në qoftë një shtet që nuk ka fuqi të zgjedhë një kryetar kuvendi me 34 seanca, 33 sa ka shku. Më thuj mua çfarë serioziteti paraqet. Pra, imagjino një shtet që ka nevojë për njohje, e zhvendos vëmendjen. Nuk je kryetari i kuvendit. Nuk ka mundësi për të bërë një kryetar kuvendi, më kupton? Dhe si ka mundësi që një parti politike nuk tërheq dot një kandidat ose nuk futen në një cikël të zgjidhjes. Duhet ta zgjidhë atë ngërç. Po duhet ta zgjidhë që krizë, jo ngërç, krizë. Ne kemi qenë këtu kur Kosova është gjithmonë është konsideruar shembull pozitiv, apo jo. Dhe ka qenë në avangard edhe në bisedimet me Serbinë. Sot jemi aty që Kosova tregohet me gisht në kuptimin që shi qa bëjnë. Dhe neve nuk du të kemi luksin për të bërë shaka të tilla kur është fjala për një shtet të ri që ka nevojë për njohje, ka nevojë për konsolidim e kështu me radhë. Por lidhur me konfliktin, nuk ka asnjë shans sepse dihet që në fund të fundit kombi shqiptar vepron si i njëjtë. Nuk mund të ketë copëzime në këtë raport dhe duke qenë antar të NATO-s është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë që të ndodhë një konflikt në kufit. Mund të kthehet sërish teoria e këmbimit të territorëve, shkëmbimit territorëve, e ndryshimit të kufive? Shkëmbimi i territorëve, bashkimi kombëtar, çdo opsion mund të mbetet i hapur nëse krizat vazhdojnë. Tani të lutem mos më fol si ambasador mua. Po flas shumë shqip. Të lutem tani. Po sigurisht. Ti do flasë sikur punonin bashkë kështu te Gazeta Panorama. Jo, më s'ka si. Ore, Trumpi mund të thotë këtu kjo zgjidhet kështu. Ndryshim kufish, Kosovë, Serbi dhe paqe. Serbia i një Kosovën. Ç'do bëj? Do të ndodh? Po mirë, të bëj një pyetje. Po nëse Trump thotë do bashkohen gjithë shqiptarët, çfarë? Po pra në zemrën tonë do kemi Trump. Ne kemi një qasje hipokrite dhe po ta them unë. Ta thash edhe më po, si publikisht po patjetër, sepse ne i rrumbullakosim intervistat, qëndrimet dhe i bijem rreth rrotulli idesë. Edhe ti po rrumbullakon sa gjëra të ke intervistë. Jo, unë po përpiqem të jem shumë i drejtë për drejtë. Jo, ti po përpiqesh të jesh shumë diplomat, shumë ambasador. Jo, jem shumë i drejtë për drejtë, këtë herë s'kam as i petka ambasador. Ti thua që mund të ekzistojë ky varianti, mund të kthehet? Po pra. Jo, se pyetët i bëj unë këtu, kur dalim për jashtë mund të pyetësh, po këtu i bëj unë pyetët. Po mirë, unë po. Ose kur të kesh ti atë podcastin tënd, do vi unë me shumë qejf. S'kam ndërmend apo asnjë. S'ke ndërmend. Po mirë, po të themi një projekt tëndin, po e fuskot. Po thosha këtë që aq më shumë që dëpsohet Kosova së brendshmi, opsionet negative për të janë aty. Rënd, shumë rënd. Tani, vinte kjo Shqipëria jonë, te shteti am, që ata thonë Vjosa Osmani nuk e dija e gjove, kam ngelur speechless, ose si që thënë ata pa tekst. Kjo, se në gjonë një aty që një shumë mirë anglishten, speechless nuk përkthej, ne themi pa fjalë, në Kosovë pa tekst. Është bukur, mua më pëlqen shumë, pa tekst. Si himni. Ne jemi tha dy motra, tha, Shqipëria dhe Kosova, tha, dhe shkojmë në njerë keq, në njerë mirë, tha, po jemi dy motra, tha, se duhemi më shumë. Po mirë, presidenti e Kosovës, di që Shqipëria është shteti am, apo ç'a di presidenti e Kosovës? Po më habit, në fakt... Se ke dëgjuar këtë? Nuk e kisha dëgjuar, nëse e ka thënë... Po, e kam parë live, më. është lejthitje vere. Lejthitje vere? Po. Presidenti Osmani, ambasadori Çeku thotë lejthitje vere. Po sigurisht e them, sepse ashtu siç ka disa lejthitje dimri, që vinë nga disa koleg
që flasin për kombin kosovar. Ç'është ajo kombi kosovar? Po pra të dy idiotizëm. Shiko, Jo, ajo s'është lejthitje. Shiko, Ajo kombit kosovar, ajo është e pistë, është e ndyrë. Ajo është teza më e ndyrë, Ajo është tezë sërbe. anti-shqiptare. Po pra, tezë anti-shqiptare. Absolutisht. Kurse kjo